A kam gjëna nëse burrit dën fëmijën e tretë, unë jo, për çka që shëndetësore. Është mirë që mos marr deri tek keqkuptimi mes juve dyve, si bashkëshort, edhe mos me filluaj më u nervozua me kriju inati me ty, po të këshilloj, shkoni me mirë kuptim me gjenën një marrëveshje mes vete me shku të këtë 3 mjeke që ta japin një diagnozë ose ti bëjnë analizat që ti e ke problem me bo fëmijë edhe për kaq kohë ose për aq kohë. Edhe bashkë me bashkëshortin ulni e shefni që rrethonat shëndetësore nuk janë, që edhe ai mos mu i dhnu, edhe pse fetarisht nëse ke arsye fetare shëndetësore, kam fjalën shëndetësore, të lejo, domethënë ti me i thonë fal po nuk jam mirë, nuk muj me bo fëmijë ma. E nëse ai insiston, atëherë ai është gabim që po insiston në diçka që ti ke arsye shëndetësore. Por për mos marrë deri këtu, është mirë se ndoshta ty për ta marrë mendja që s'mund me bo fëmijë, që ashtu të ka hyrë tuta, më ki mundesh. Edhe ai mos me të keq kuptu, e gjoni një mesatare, shkoni bashkë të 3, po thonë me qëllim 3 ekspertë, asaj lëmije, ose eksperte ma mirë me thonë, mjeke. Edhe e gjoni, o burr, hajde bekëshyrim, si të thojnë, prej 3-ve 2, banë me bo, bismillah, si të thojnë zbanë me bo, a ki me mgu, edhe ti mu edhe mos mu keq kuptu me vazhdu jetën bashkërtore me mirë kuptim, po, edhe në rregull çdo sen. Allahu ju një moft.